Zotri Ladrovci, ka pas njëherë fillimisht lujta. Po shumë gjona që kanë metë, po shumë të ri sot e kanë marrë fjallën tem lujta, sepse ju e dini atë natë për një me lujta, se ishin tema që ashtu që krejt kisha përzigje. Lujta. Më kanë thonë shumë njerëz që dojnë me bo fotografi edhe me pos fjallin lujta. Zotri Ladrovci, si e keni parë Garën Drenas, si është zhvillu Gara Drenas, ne kemi pasur paraqitjet tua në për media të ndryshme, megjithatë, atë çfarë e vlerësoj unë ishte pikërisht ballafaqimi që ndodhi në studion e emisionit dhe vërtet qoftë me analist, qoftë edhe ju vetë, duke argumentu si e keni parë fushatën zgjedhore në Drenas dhe procesin zgjedhor të tetorit. Normal, pare kam detyrim me i falenderu gjithë qytetarët e Drenasit, gjitha subjektet politike që kanë marrë pjesë në Garë, edhe gjithë njerëzit që më kanë dërgu mesazhe dhe cilve akoma nuk mujtë mjë këthy përgjigje. Pra, përgjigja jam për shumë ata që më kanë shkru është një tik, një like, që e kumë po mesazhin edhe një falenderim, po nuk më rridëm dhe hanë, kjo është që unë du me falenderu mas pari. Kryetari jam, që akoma e kam kryetar, Memli Krasniqi, gaboj. Gaboj në shumë hapa, në shumë drejtime. Kur kemi folë për temën e Drenasit, i këmë thonë më zba gabime. Kur ka fillu përveç gabimet veta me zjanu rjetin me njerëz tjerë, me bo gabime me shti edhe tjerë me bo gabime, o konë të zomë antarët e kryesis, 26 prej 23-ve që i kanë ngritë dorë kundra një kryetarit që ka autoritet, që ka punu mirë, që ka vlerësime kombëtare ndërkombëtare. Dhe kjo ka qenë një gjohë që po vazhdojnë me bo gabime dhe unë nuk kom qef me po Partinë Demokratike të bo gabime tila. Një parti, shtetë formuse, shtetë ndërtuse, një parti të cilës, e cila ja ka dhonë mandatin që e ka përmenë që edhe unë e kumë votu. Be kumë votu unë, nuk është që kumë votu unë. Kur ka dalë për herë të porë si kandidat, unë e kumë bo një postim gjatë, ku unë i kumë kërkuen Verhoxhës mos me kandidu, vetëm që natë mos përqohëm, sepse kur i kem dy kandidat, në si do... Verhoxha ju ka përkra. Po, bro.